Të nderuar kolegë, jemi në fund të sesionit dytë të kësaj legislature dhe është e rëndësishme të bëjmë një bilanc të punës sonë të përbashkët, natyrisht duke parë edhe nga perspektiva e zhvillimeve të pritshme dhe shumë të rëndësishme për Kuvendin e Shqipërisë dhe për Shqipërinë tonë. Dëshiroj të tregoj dhe të ndaj me ju se si kemi ushtruar së bashku përgjegjësitë kushtetuese të Kuvendit, si kemi kontribuar për ta bërë këtë institucion më modern dhe profesional për të përgjigjur sfidave të një vendi që po ecën drejt bashkimit evropian. Në këto dy sesione kemi punuar mbi 3 funksionet themelore të Kuvendit, të përcaktuara nga kushtetuta: funksioni legjislativ, funksioni mbikëqyrës dhe funksioni zgjedhës. Në këto 3 drejtime besoj se kemi bërë hapa të rëndësishëm përpara. Kuvendi ka qenë institucioni ku janë materializuar reformat më të rëndësishme të kësaj periudhe. Gjatë 2 sesioneve të para të legislaturës janë miratuar 131 ligje, afro 40 ligje më shumë se sa 2 sesionet e fundit të legislaturës kaluar. Kemi miratuar me konsensus ndryshimet në rregulloren e Kuvendit, duke modernizuar procedurat parlamentare dhe duke rikonfiguruar komisionet e përhershme të Kuvendit. Kemi ndërmarrë reforma të rëndësishme në kodin penal dhe kodin civil, kemi përmirësuar kuadrin ligjor për konfliktin e interesit, lobimin, komisionet hetimore, organet e drejtësisë, statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, pronësinë intelektuale, veprimtarinë financiare, mbrojtjen e mjedisit, bujqësinë dhe zhvillimin rural. Janë reforma që ndërtojnë institucionet e Shqipërisë së dekadës së ardhshme. Të nderuar kolegë, nëse do duhet ta përkufizonim këtë legislaturë me një fjali të vetme, unë do të thoja se kjo është legislatura e integrimit evropian. Asnjëherë më parë puna e Kuvendit nuk ka qenë kaq e lidhur me procesin e negociatave. Për të garantuar harmonizimin e plotë të tyre me standardet evropiane, janë miratuar 157 amendamente shtesë, kemi shqyrtuar dhe miratuar pozicionet negociuese të Shqipërisë, kemi monitoruar vazhdimisht ecurinë e procesit të negociatave, kemi zhvilluar 10 seanca dëgjimore me ministrat dhe ekipet negociatore, kemi miratuar me konsensus rezolutën për procesin antarësimit të Republikës Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Gjatë kësaj periudhe Shqipëria ka vijuar hapjen e grup kapitujve negociues, ka hyrë në fazën përfundimtare të negociatave dhe ka shënuar mbylljen e kapitujve të parë të negocimit. Ky është një sukses kombëtar, është një sukses i qeverisë shqiptare, i Kuvendit dhe i gjithë shoqërisë shqiptare. Të nderuar kolegë, funksioni mbikëqyrës është një nga funksionet më të rëndësishme të Kuvendit dhe njëkohësisht fusha ku besoj se kemi realizuar transformimin më të madh gjatë kësaj legislature. Për shumë vite monitorimi parlamentar ishte përqendruar kryesisht në shqyrtimin formal të raporteve të institucioneve. Institucionet raportonin, komisionet diskutonin dhe Kuvendi meratonte rezolutat. Ne vendosëm ta ndryshojmë të qasje. Për herë të parë zbatuam kuadrin e ri procedurial të rregullores së Kuvendit, duke orientuar procesin e monitorimit drejt vlerësimit të performancës së institucioneve, rezultateve konkrete, ndikimit të politikave publike dhe nivelit të zbatimit të rekomandimeve të Kuvendit. Pas ndryshimeve të miratuara me konsensus në rregulloren e Kuvendit, është parashikuar mënyra e raportimit të institucioneve të pavarura kjo procedurë me synim rritjen e cilësisë së mbikëqyrjes parlamentare, duke vendosur fokus te raportimi i vitit aktual ashtu dhe te zbatimi i rekomandimeve të vitit paraardhës. Një tjetër zhvillim me rëndësi ishte edhe hartimi dhe fillimi i zbatimit të kalendarit vjetor të mbikëqyrjes parlamentare. Për herë të parë kontrolli parlamentar nuk zhvillohet vetëm si reagim ndaj ngjarjeve, por mbi bazën e një planifikimi të mirëfillë strategjik që merr në konsiderat prioritetet kombëtare, rekomandimet e Bashkimit Evropian, dokumenta strategjike dhe nevojën për një mbikëqyrje më efektive. Ky është një ndryshim në kulturën e funksionimit të Kuvendit. Funksioni për cilin flitet më pak në opinionin publik, por që është vendimtar për cilësinë e institucioneve tona, është funksioni zgjedhës. Gjatë kësaj periudhe, Kuvendi ka administruar me profesionalizëm procedurat për plotësimin e vakancave në institucionet kushtetuese dhe ato të krijuara me ligj. Janë vlerësuar 119 kandidatura, janë mbështetur procedurat për plotësimin e 20 vakancave. Në të gjitha këto procese kemi ndjekur një parim të qartë, meritën, transparencën, respektimin rigoros të kushtetutës dhe ligjit. Gjatë kësaj periudhe kemi zhvilluar një aktivitet intensiv me Parlamentin Evropian dhe parlamentet e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në kuadrin e diplomacisë parlamentare.
Vizitat zyrtare, konferencat ndërparlamentare dhe kontaktet me kryetarët e parlamenteve kanë pasur një objektiv të vetëm, sigurimin e mbështetjes politike për procesin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Delegacionet përbëra nga i gjithë spektri politik shqiptar kanë vizituar më shumë se gjysmën e parlamenteve të Bashkimit Evropian. Në një kohë kur në disa vende europiane është rritur skepticizmi ndaj zgjerimit, ishte detyra jonë të shpjegonim dhe vazhdon të mbetet detyrë, të shpjegonim reformat që po ndërmerr Shqipëria dhe të fitojmë besimin e partnerëve tanë. Në të gjitha forumet ndërkombëtare, në kontaktet me Kongresin Amerikan, me parlamentet e vendeve anëtare dhe në Asamblen Parlamentare të NATO-s, Parlamenti ka marrë pjesë në 86 forume dhe takime, duke dëshmuar dhe konfirmuar se Shqipëria mbetet një aleate e besueshme e angazhuar për të përmbushur detyrimet e saj në NATO dhe për të kontribuar në sigurinë, paqen dhe stabilitetin rajonal dhe ndërkombëtar. Ndërsa në javët e para sesionit të ri parlamentar, Kuvendi do të organizojë konferencën ndërparlamentare, agenda strategjike e zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe antarësimi i Shqipërisë, e cila do të mbledhë në Tiranë përfaqësues të parlamenteve të 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, të vendeve kandidate, të Parlamentit Evropian dhe Komisionit Evropian. Ky do të jetë një nga forumet më të rëndësishme parlamentare ndërkombëtare të organizuara në Shqipëri dhe një mundësi tjetër për të forcuar mbështetjen politike ndaj objektivit tonë strategjik, antarësimit të plotë të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Sot mund të themi me bindje se Kuvendi ka qenë një ambasador i rëndësishëm i Shqipërisë në procesin e integrimit evropian, krahas punës natyrisht të madhe të diplomacisë, institucioneve të qeverisë, Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe gjithë aktorëve të tjerë të zhvillimit. Kjo e bën edhe më të rëndësishëm rolin e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, si forca që ka mbajtur peshën kryesore të reformave dhe të procesit të integrimit. Dhe këtu pa u zgjatur, sepse kryetari i grupit do të ndalet më konkretisht, besoj, gjej rastin të falenderoj kontributin e çdo deputeti të grupit parlamentar të Partisë Socialiste për punën e palodhur në komisione, seanca plenare, aktivitete ndërkombëtare dhe në zonat përkatëse elektorale. Puna në komunitet bëhet veçanërisht e rëndësishme në këtë fazë të procesit të integrimit, një proces që nuk mund të përmbyllet me sukses pa arritur ndërgjegjësimin e gjithë shoqërisë, grupeve të interesit, sipërmarrjes dhe rinisë shqiptare në veçanti. Gjatë periudhës shtator 2025, korrik 2026, Kuvendi është përfshirë në një proces të modernizimit institucional dhe transformimit digital.